Edhe pse akshi ndodhet në nënhetim dhe një pjesë e procedurave janë pezulluar ose në shqyrtim, institucioni dje shpalli fitues pa bërë zhurmë, rreth 2 milion euro mirëmbajtje. Krye negociatorin e ri Armand Shara, përmes procedurës së prokurimit, mirëmbajtja e sistemit e-receta për fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Në këtë procedurë paraqitet vetëm një subjekt dhe ai shpallet fitues pothuajse në vlerën e plotë të fondit limit dhe e kthyer në garë në një formalitet dhe duke konfirmuar modelin e paracaktimit që shfaqet prej vitesh në tenderet e teknologjisë së administruar nga akshi. Ky fakt nuk qëndroni shkëputur nga panorama e mëparshme, sepse Armand Shara është personi që del në çdo hall të këtij sistemi, edhe pse emri i tij mungon në dosjet që analizojnë vetëm procedurat dhe dokumentet. Përmes Tag Engineering, kompani që ai zotëron 100%, Shara kontrollon një rrjet subjektesh që shfaqen rregullisht si fituese, furnitore ose konkurrente në tenderet e akshit, ndërsa përfitimi real mbetet i përqendruar te i njëjti kontroll. Aq i madh mbetet presioni i akshit në treg, sa askush nuk guxon të konkurrojë me Infosoft, Ikubinfo dhe kompanitë e lidhura me Armand Sharën, edhe kur bëhet fjalë për kontrata shumë milionçe dhe për sisteme kritike të shëndetësisë. Ky presion nuk shfaqet në dokumente, por reflektohet te mungesa totale e konkurrencës dhe te fakti që i njëjti emër shpallet fitues her pas here edhe në kushte hetimi. Ndërkohë që procedurat të tjera paralizohen dhe rishikohen për shkak të hetimeve, asgjë nuk e ndalon Armand Sharën të vijojë të marrë kontrata të reja, duke komanduar në praktikë komisionet e brendshme të institucionit që miratojnë procedura pa garë dhe i çojnë fondet publike drejt të njëjtit rrjet. Kjo kontratë e fundit për mirëmbajtjen e e-recetës e bën edhe më të qartë atë që artikulli i parë ngriti si pyetje qendrore, sepse ndërsa hetimet mbi akshin ndalen te letrat dhe te firmat, elefanti mbetet jashtë kornizës së hetimit. Armand Shara vijon të funksionojë si qendra e vendimarrjes së tendereve të teknologjisë, duke marrë 10 miliona euro nga buxheti dhe duke e mbajtur të paprekur modelin e paracaktimit të kontratave.